Nga brenda produksionit të Big Brother VIP Albania, konfirmohet fitoria e gjestit. Ja çfarë ndodhi? Big Brother VIP Albania po shkon në finalen e edicionit të 4 të saj, e finale e cila është më 19 maj dhe po afrohet shumë, teksa tani më debatet janë bërë më të ndezura se kur për të zbuluar edhe finalistët. Duket se nga ana tjetër, fansat po thonë se gjithçka është konfirmuar dhe është mbyllur. Kjo pasi edhe nga brenda produksionit diçka ka dalë, ashtu si edhe në edicionin e fundit të Big Brother VIP Kosova, ku njëri nga stafi i produksionit hidhte në TikTok se ç'bëj me produksionin rreth banorëve. Duket se të njëjtën gjë ka bërë edhe një ndër punëtorët e stafit të produksionit. Bëhet fjalë për Gentian Bega, i cili punon në prapaskenat e Big Brother VIP, dhe si duket kjo deklarate brendshme ardhur nga produksioni 2 javë para finales, po thuhet se është një konfirmim për gjestin si finalist, teksa një ndër komentuesit e ka pyetur pse si shtoni muzikat e gjestit ndonjëherë, jo veç ato, edhe shtoni më shpesh se u hëngrën. Teksa agenti ka shkruar, ai është fituesi Big Brother VIP Albania, prandaj nuk ja lëshojm këngët e veta se i bëjmë qefin shumë gjestit, mos me ellastuar shumë, ka thënë ai, teksa dikush e ka pyetur pse duhet si shumë i keni hyrë thellit, ndërsa agenti thotë, mirë Rekli ka hyrë thellit, por edhe ne i kena hyrë më shumë thellit, u kry çdo sen, ka thënë agenti, teksa ai ka siguruar se askush nuk po punon kundër gjestit dhe ai do të jetë fituesi pa diskutueshëm me këtij edicioni. Madje edhe nga fjalitë e tij, fansat kanë vënë re se edhe Genti, i cili punon në stafin e pas produksionit, është fans i tij, teksa duket se gjesti ka rrëmbyer zemrën me shprehje si u kry çdo sen.